ky avokati i popullit 21% të rekomandimet tona zbatohen. Tani, nëse ju jeni të kënaqur me këtë performancë, unë nuk jam i kënaqur me këtë performancë, prandaj jam duke ristrukturuar. Me çfarë jemi ne të kënaqur apo të pakënaqur? Po ju duke më thënë që është punuar shumë mirë në këto vite. Se po më flet sigurie kryetari i partisë tu, jo avokati i popullit. Zoti Xhafa, kjo nuk ju nderon që të më bëni kështu komentesh. Unë kam ardhur këtu të përfaqësoj avokatin e popullit, nuk kam ardhur përballem politikisht me ju. Zoti Xhafa, ju jeni politikan, unë nuk jam. Tani, a mund ta vazhdoj? Nuk jam. Po tash nuk bëm mirë me historikun se çka keni qenë dhe çka kam qenë unë, se nuk është për nder të askujt. Jam këtu për përfaqësuar avokatin e popullit. Mendova që do raportoj për vitin 2025. Po pra, nuk më bët komente për vitin 2025. Tani, në lidhje me për respekt të pyetjeve çështjeve që u ngritët. Thatë që kush ju jep juve garanci që unë nuk bëj çfarë dua me strukturën. Po e përsëris. Institucioni i avokatit popullit kushtetuta, pikërisht për ta mbrojtur dhe nga influencat politike, i ka dhënë të drejtën që të jetë institucion i pavarur, i ka dhënë garanci të institucionit pavarur për të ardhur për të raportuar në kuvend. Nëse ju shikoni që unë abuzoj me institucionin, keni gjithë të drejtën për ta vlerësuar në mënyrë periodike çështjen e punës. Besoj këtu është garancia.